Kënda në Rumani, të Kluzhi, menaxheri për kryen procedurat, për shkojnë krejt, 2 javë ditë po kthehen. Çfarë po ndodh? Rasti i dytë është ky, pas Pemlan Zekës, i Dilan Islamit. Ne kemi lavdëru Dilan Islamin, edhe kemi thënë që ka vend edhe të kombëtarja e Kosovës. Po nga njerë kështu ngutemi ne, edhe jepmi vlerësime, ndërsa nga njerë realiteti që ndronë më ndryshe, pavarësisht që mendoj se të dytë për ato të cilët të kanë janë lojtarë cilësor, po nga njerë has në konkurencë të fort, grupi është tepër i stërmbushur në atë pozicion dhe i duhet kohë. Tash sa kanë këta hapësirë të presin, atëherë mendoj se koha shkon dhe mundohen të gjejnë. Po prapë si dukuri nuk është e mirë se brenda 2-3 jave të largohesh apo brenda një gjysmë stinori të kthehesh, atëherë diçka aty nuk ka qenë në rregull. Tash ekipet tona përfitojnë prej këtyre lojtarëve, po atëherë është një zbeje se këta lojtarë sa mund të arrijnë më nivele më të larta. Nëse në Kluzh shumë se të cilët lojtarë janë, apo në kohën e fundit shumë lojtarë të cilët kanë dalë dhe kanë mbet, atëherë këta 2 lojtarë janë rikthyer, atëherë mendoj se diçka aty nuk qëndron mirë. Ose është grupi i lojtarëve. Konkurenca ka shumë do të zamë, Lindana Mërllau, Meritan Kërënica, janë lojtarë të kombëtarës, ose lojtarë shumë dëshmuar. Ata kanë qenë aty para se më shkuar dhe Lindoni është diçka interesante drejt. Është edhe rasti tjetër që ka humbur Dilan Azrollaj. Në Varet është një rast interesant që tha dhe Amnia më herët, në Varet edhe menaxheri sa vendos. Domethënë ka pas menaxhera të lojtarëve tonë që si kanë lënë në orë të Kosovës, lojtarëve shqiptarë domethënë. Edhe këtu në Varet çfarë menaxherit çon, nuk është esenca e menaxherit vetëm me çu, nëse aty premton ai minutar se ka lloj kontrata ka. Domethënë, sidomos me këta futbollistë që janë 3 edhe ju premtojnë edhe minutar, domethënë në shkruajnë edhe minutazhën e nënshkruajnë kontratë. Kështu që në Varet kush i çon, po në këto raste edhe unë mendoj që këta lojtarë duhet me pas pak kujdes sepse kur shkon, domethënë duhet me shku edhe i sigurt që jeti, domethënë që i kërkuar për çat ekip, jo vetëm me shku ti edhe mandej mos me llogarit as 19 që të parë ose as 22 ose me të largu krejt. Unë mendoj që këta lojtarë të cilët bashkëpunojnë me menaxhera duhet me pas shumë kujdes që të far pjesën e menaxherave, sepse unë mendoj që menaxheri është ai që do të bëj çetet më të mirë. Varet tek kjo pjesa, plotësisht ki drejt. Varet tek kjo pjesa, domethënë vetëm varet tek kjo pjesa mandej menaxherit se sa ka ndikim te ndryshe është ta ofrosh lojtarin, ndryshe është ta kërkon. Kjo është një disbalans mes sojna që realisht menaxherët do të çfarë funksionon këtu te në Kosovë nuk janë të kuptuar. Po me to drejtën edhe pak sistemi në ekipeve është tepër i vështirë. Në Lorikin do të din më mirë në Rumani. Domethënë realisht në shumë vështirësi. Dëgjoj, a di si është kanë edhe kolla atje ky lloj transferimi tash është, se unë realisht e di edhe kush e ka bërë transferin te Kluzhi. Po Driloni ka menaxherin publik. Jo, nuk e ka bërë Drilon. E ka bërë tjetër kush. Sigurisht që i ka përcjell procedurat administrative, do thotë kompania menaxheriale, nuk e diskutoj këtë pjesë. Ai që e ka bërë mundshëm është kreti treti për me shkuar. Armen Ezipi. Po. Është Armen Ezipi. Skorenci kush po është kreti treti, po që të është e për muhabeti që nëse ta kërkon lojtarin apo ta afrosh lojtarin.